Cilat janë pritjet për sot apo presim sërish përsëritje të asaj që vjen mësuar? Unë për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bë shumë gjatë, mirë po kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime me njerëz thonë pse s'po jep zgjidhje kësaj pune, unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje, as të imponojnë mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është karahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Ne shposhini që tash më shumë se 20 herë si janë numrat për të shkuar në formë që ju dëshironi, pse nuk provoni një formë tjetër ose një zgjidhje tjetër ose një Por zgjidhje do të ketë kur njerëzit i japin të arsyeshëm apo të vendosin për me gjetë zgjidhjen. Nëse këmbgulin për të mos gjetë zgjidhjen, nuk gjendet zgjidhja. Zoti Kryetari, nga të gjitha partitë deri tash opozitare janë deklaruar që ju po keq përdorini, decidisht është termi i tyre që kanë përdorur ndaj juve. Shikoni, po unë e kam dëgjuar edhe e kam parë edhe nëpër media, po unë s'du të merrem me ta. Thonë Avni Dehari ka një skenar të sekretarisë edhe një skenar të Albin Kurtit. Skenari vazhdimisht na vjen për sekretarisë, vjen mua, i vjen Sala Jasharit edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam. Po skenari do të ndryshoj kur krerët e partive politike merren vesh, atëherë sjellin një skenar edhe unë do të isha shumë i lumtur që ai skenar të jap fund edhe sot këtij ngërçi. Po pse ndruat mendje nga votimi i hapur në votim të mbyllur? Po 6 herë është provuar me votim të hapur. Nuk ka dhënë rezultat. Me 16 prill ju drejtova presidentës me një letër që të na ndihmoj. Edhe në përgjigjen e saj thot vetë duhet gjeni zgjidhje. Desa rregulloria e lejon edhe votimin e hapur edhe votimin e fshet, desa votimi i hapur nuk dha rezultat, vendosa ta provojmë edhe me votim të fshehur. Prapë sërish nuk jep rezultat, sepse unë mendoj fatkeqësisht janë pyetje inate. Kështu ka ndodhur me verifikimin e mandateve, 3 seanca kanë shkuar kot, në mbosh 3 përpjekje, nuk donin të votonin as verifikimin e vetë deputetëve. Pastaj ndodhi rasti tjetër, ankoheshin nëpër media se çdo 48 orë po mlidhemi për kot, edhe shumë e vërtetë është. Edhe i thirra di herë të merrem i vesh, s'paku një javë një herë. Desa nuk po ka rezultate. Jo thënë shkelje rregullores. Me shmangje nuk shkelet rregulloria nëse votohet me 2/3, nuk shkelet. Mirë po ata e vlerësojnë se është shkelje rregullores. Edhe është në vullnetin e tyre. Nuk mund t'ja imponoj, mund t'ua propozoj, po jo t'ua imponoj. Po si është në përvojën e juaj kaqjeçare, përfundimi i seancave për 3 minuta? Si ndjeni kur i përfundoni seanca me kjo seancë për 3 minuta do të përfundoj edhe po të ketë zgjidhje. Se pika e tretë është vetëm votohet, kur gjo më tepër, jo, del edhe kretari që disa minuta që do zgjas më shumë, edhe nuk është në rregull, nuk është mirë, po s'ke që banë, ha? Po. Faleminderit. Faleminderit për ju.